Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Nxënësit e gjimnazëve të Bashkisë së Lushnjë kanë marshuar sot në shenjë sensibilizimi me gratë dhe vajzat për luftën kundër kancerit të gjirit. Tetori në vendin tonë dhe në të gjithë botën është muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, ku organizohen fushata të ndryshme, me qëllim të nxisin gratë dhe vajzat që të kryejnë kontrolle të rregullta dhe të përfitojnë nga shërbimet falas apo lehtësuese për diagnostikimin e kancerit të gjirit. Në kuadër të këtij muaji u organizua nga Bashkia, Drejtoria e Shëndetit Publik, Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar dhe gjimnazet e Bashkisë Lushnjë, një marshim ndërgjegjësues me nxënës shkollash që mbanin fjongon roz në shenjë sensibilizimi me gratë dhe vajzat që të kontrollohen për të parandaluar kancerin e gjirit. Këtij marshimi ju bashkuan gra dhe vajza punonjëse në institucionet e qytetit dhe u përshëndet nga qytetarë të shumtë. Marshimi nisi nga kryqëzimi pranë Poliklinikës, përshkoi bulevardin Kongresi, shëtitoren bulevardi Palmave dhe përfundoi tek postobloku në veri të qytetit. Organizimi i këtij aktiviteti është vazhdimësi e fushatave të ndryshme për sensibilizimin e grave dhe vajzave, por jo vetëm, ndaj sëmundjes së kancerit të gjirit, e cila vitet e fundit po njeh një përhapje gjithnjë më masive. Në skemën kombëtare të investimeve në bujqësi 2025, 38% e aplikimeve të fermerëve është për mekanizimin e fermave bujqësore. Në skemën kombëtare të investimeve për bujqësinë, numri më i lartë i aplikimeve nga fermerët për përfitim të mbështetjes financiare nëpërmjet granteve rezultoi për mekanizimin dhe modernizimin e fermave bujqësore. Nga 801 aplikime që u dorëzuan nga fermerët, sipas të dhënave të publikuara nga AZBR, kategoria më e kërkuar ka qenë ajo për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në fermat bujqësore dhe blegtorale me 355 aplikime që përbëjnë 37.51% të totalit. Pastaj renditen agroturizmi me 83 aplikime, duke reflektuar potencialin në rritje të këtij sektori që bashkon bujqësinë me turizmin rural. Mbjelljet e reja të pemëve frutore, ullinjve, agrumeve dhe vreshtave me 80 aplikime, përpunimi dhe paketimi i produkteve bujqësore me 76 aplikime, për mbështetje financiare për sistemet e ujitjes me pika të domosdoshme për efikasitetin e ujit në kushtet e ndryshimeve klimatike me 88 aplikime. Disa sektor kanë rezultuar me interes më të ulët: ndërtimi i ambientëve për mbashtimin e kafshëve dhe shpendëve 62 aplikime, ndërtimi i serave diellore për perime dhe fruta 42 aplikime, rrjetat për mbrojtje nga breshëri 9 aplikime, akuakultura detare vetëm 6 aplikime. Aplikimet për skemën kombëtare të investimeve u mbyllën më 30 shtator 2025. Krahasuar me vjet, aplikimet janë dyfishuar. Për 2024, me skemën kombëtare të investimeve në bujqësi, u regjistruan gjithsej 404 aplikime, prej të cilave 360 përmbushën kriteret e përzgjedhjes dhe 280 aplikime janë të kualifikuara. Numri më i lartë i të kualifikuarve, sipas AZBR-s, ishte për investime në mekanizimin e fermave, ndërtimin e stallave bujqësore dhe stabilimenteve për rritjen e shpendëve, ndërtimin e serave diellore. Skema kombëtare e investimeve në bujqësi 2025 ofron një mbështetje financiare prej 20 milion eurosh dhe përfshin mbështetje në formën e granteve deri në 50% të vlerës së investimit, kredi të buta me normë interesi 2%, si dhe garanci sovrane për lehtësimin e aksesit në financim. Gjykata kushtetuese pezulloi përkohësisht dekretin e presidentit Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë e Tiranës më 9 nëntor 2025. Kryetari i KQZ-s deklaroi se kemi ndërprer përgatitjet për zgjedhjet në Tiranë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat deklaroi se më 9 nëntor nuk do të mbahen zgjedhjet në Tiranë, por vetëm në 5 bashki të vendit. Me vendimin e ditës së djeshme nga Gjykata Kushtetuese, KQZ ndërpreu procesin e përgatitjeve për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. I pyetur në lidhje me skenarët e mundshëm në rast se kushtetuesja më 31 tetor vendos shpalljen të vlefshme të dekretit të presidentit Begaj edhe për Tiranën, Celibashi u shpreh se kjo është diçka që mbetet për tu parë në kohën që diçka e tillë të bëhet realitet. Çdo veprim i KQZ-s, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thot në datën 9 nëntor
është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkitë e tjera, për ashtu bashkinë e Tiranës, pra për bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cërrikut dhe Matit. Mendoj unë për këtë do, të paktën për komunitetin e juristëve është e qartë që në momentin që gjykata kushtetuese ka pezulluar efektet për atë pjesë të dekretit të presidentit të Republikës, është sikur ai dekret të mos ekzistojë në një lloj mënyre për atë përkohësisht për atë pjesë për të cilën ka urdhëruar gjykata kushtetuese. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, në shkeljet kushtetutës dhe në shkeljet të kodit zgjedhor, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdonte me procesin përgatitor të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Ndaj thash që në krye të erës, bazuar në urdhrimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të gjitha institucionet dhe kushdo tjetër të cilit vendimi i gjykatës kushtetuese i adresohet, do duhet ta respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në gjykimin dhe në vlerësimin tim, kjo është e qartë. Pra, me pak fjalë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të kryejë asnjë lloj veprimi që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës. Është çështje në këtë moment e kompetencës së gjykatës kushtetuese për të vendosur mbi ankimin që është bërë në gjykatën kushtetuese nga zoti Veliaj në lidhje me vendimin për shkarkimin e tij. Do të vendosë gjykata kushtetuese mbi këtë çështje dhe pastaj do të shohim për mëtej. Radio Televizioni i Kosovës ka siguruar një audioincizim që tregon për lidhjet e Fatmir Shehollit me listën serbe. Fatmir Sheholli u arrestua dje për spionazh me Serbinë. Analisti Fatmir Sheholli nga Kosova u arrestua një ditë më parë në ndyshime për spionazh me listën serbe. Radio Televizioni i Kosovës ka siguruar një audioincizim ku dëgjohet Fatmir Sheholli duke biseduar me 2 persona, një grua dhe një burr, të cilëve u tregon për lidhjet e tij me listën serbe dhe me terroristin Milan Radojičić. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njoftoi të njëjtën se pas zhvillimit të hetimeve disa mujore, hetuesit policor nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në policinë e Kosovës kanë arrestuar Fatmir Shehollin në ndyshime për veprën penale spionazh në rrethinat e Prishtinës. Gjithashtu gjatë së njëjtës, njësitë relevante të policisë së Kosovës kryen bastisje në vendbanimin e Shehollit, duke larguar nga vendi i ngjarjes provat materiale që mund të lidhen me hetimin. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Zveçla tha dje për mediat se i arrestuari Sheholli ka patur hapësira të pakufizuara në mediat e Kosovës dhe se ka bashkëpunuar me aktor që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Armëpushimi në lindjen e mesme hyn në fuqi. Izraeli tërheq trupat nga Gaza, kurse Hamasi ka 72 orë kohë për të liruar pengjet. Ushtria e Izraelit filloi tërheqjen nga veriu i Gazës të njëjtën, sipas mediave lokale që sugjerojnë se ky hap mund të shënojë përfundimin e ofensivave të saj toksore. Qeveria e Izraelit ratifikoi mëngjesin e sëpremtes një marrëveshje për armëpushim me grupin militant palestinez Hamas, duke hapur rrugën për ndalimin e luftimeve në Gazë brenda 24 orëve dhe lirimin e pengjeve izraelite nga enklava palestineze brenda 72 orëve. Kabineti izraelit e miratoi marrëveshjen rreth 24 orë pasi ndërmjetësit njoftuan arritjen e saj. Izraelitët dhe palestinezët shprehen gazëllim të madh pas njoftimit të marrëveshjes, e cila është hapi më i madh deri tani drejt përfundimit të një lufte 2 vjeçare që ka lënë mbi 67.000 palestinezë të vrarë, si dhe përkthimin e pengjeve të fundit që Hamasi rrëmbeu gjatë sulmeve vdekjeprurse në Izrael që ndezën luftën. Marrëveshja parashikon lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të burgosurve palestinez dhe fillimin e tërheqjes graduale të trupave izraelite nga Gaza, sipas nismës së presidentit amerikan Trump për t'i dhënë fund luftës 2 vjeçare në Gazë. Qeveria sapo ka miratuar kuadrin për lirimin e të gjithë pengjeve, të gjallë dhe të vdekur, tha kryeministri i Izraelit Netanyahu në X.
Lufta në Gaza e ka thelluar izolimin ndërkombëtar të Izraelit dhe ka tronditur lindjen e mesme, duke u shndërruar në konflikt rajonal që ka përfshirë Iranin, Yemenin dhe Libanin. Ajo gjithashtu ka vënë në provë marrëdhëniet Amerikë-Izrael, pasi Trumpi duket se ka humbur durimin me Netanyahun dhe e ka shtyrë atë të arrijë këtë marrëveshje. Pasi të ketë filluar zbatimi marrëveshjes, kamion me ushqim dhe ndihma mjekësore do të hyjnë masivisht në Gazë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.